Një ndër ajete që është kërcënuese për ata që s'falen, Allah e përmend në surën Mudaththir, është një ajet Allahu thot: "Ma salakakum fi saqar." Xhenetlit më thon ka me muhabet me zveti. Jo vetë xhenetlit, po edhe xhenetlit me xhenemlit do të folin. Edhe disa xhenetlit do të pyesin xhenemlit, "Ka ju bëri juve që erdhni në saqar?" Saqar është një ndër gropat e xhenemit. Edhe do pyet që xhenetlit, do pyet xhenemlin, çka të bëri ti pse erdhe në saqar? Ky ka me thonë Allah të tregon, edhe kjo është hak. Allah ka treguar, qalu lam nakum min al-musallin. Ne nuk ishim për aty që fashmi namaz në dunja. Xhenemlit kanë më thonë. Kanë thonë xhenemlit. Pra Kjo është shkruar në Koran. Kjo është, po thon, citat drejt për drejt, mund me thonë që është sebeb namazi me çu deri në xhenem. Subhanallah. Kësa si më thonë është farze, është obligimi prem i Zotit, më thonë. Ku mos më e fal namazin? Kësa si më thonë, kjo duhet me na nxit neve. Me kuptu seriozisht punën e namazit. Si nuk ka hajgare. Jo, vëllë mirë, si të kem kohë falna. Ose atë si të mbere vakti, ose si të ndale gjumi, nuk e ka prioritet namazit. Është mirë mu fal. Si gjej vak, ose kur të lirona, ku do të punës, ose po banallat që po ndërprej. I fal ke besh vak namaz, kur e dajnë me lavdu. O vëlla, kjo është obligim, nuk ka. O vëllon për këtë musliman. Alhamdulillah, më thonë, pra shikojmë ajetin se është kërcënuese, më thonë. Ai që s'falet, më thonë dënohet me zjarr xhenemit. Allah na ruaj, subhanallah.